Përshëndet, shumë faleminderit që na jeni bashkuar. Përshëndetje. Po e nis me njëherë pa humbur kohë, zoti Sina, sa e rëndësishme është kjo vizitë? Si e shikoni ju? Po, vizita shtetërore e mbretit Charles III dhe mbretëreshës Camilla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 27-30 prill është historike dhe simbolikisht shumë e rëndësishme. Është vizita e parë shtetërore e mbretit si mbret Charles dhe përkon me 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara nga Britania në 1776. Presidenti Donald Trump dhe First Lady Melania Trump pritet çiftin mbretëror në Shtëpinë e Bardhë me 27 prill me një ceremoni zyrtare dhe darkë shtetërore. Ajo që është më rëndësishme këtu është pjesa e sotme, mbajtja e një fjalimi në një sesion të përbashkët të Kongresit dhe është vetëm hera e dytë pas mbretëreshës Elizabeta II në vitin 1991. Pra fjalimi në Kongresin Amerikan, kur do të marrin pjesë të dyja palët, pra republikanët dhe demokratët. Pra kjo vizitë vjen në një moment delikat, siç dihet, kur tensionet transatlantike janë rritur për shkak të politikave të Trumpit, siç janë kufi, tregtia me Iranin, por ajo që është qëllimi kryesor është të ri marrëdhëniet speciale me dy vendeve, përmes asaj që quhet diplomacisë soft power, tradit, kulturë dhe simbolik. Megjithatë, ndikimi konkret mbetet i kufizuar sepse monarku nuk merr vendime